një institut që ka ekzistuar nga viti 2011 deri në vitin 2017 për një periudhë 7 vite e gjys, ka prodhu një sasi të caktuar të dokumentacionit, dikon 12 metra gjatësi arkivore, ne kemi marrë, kemi trashëguar material dhe kemi vendosur në arkivin e institutit aktual. Dhe tani për shembull ne kemi materiale të mbledhura nga 14 shtete të ndryshme dhe kemi sa i përket sasisë mbi 400 metra material fizik arkivor. Sepse vlera e një arkivi matet në proporcion me numrin e metrave gjatësi të materialit që i ka. Do të thotë, i kemi trashëguar nga instituti para prag 12 metra, cili ka funksionu për një periudhë 7 vite e gjys, tani kemi arrit me i mbledh mbi 400. Po si kemi arrit me i mbledh këto, është me rëndësi të theksohet si rezultati mbështetjes që i kemi marrë nga institucionet, nga organizatat, nga mediumët, nga fotoreporterët, nga familjarët e viktimave, por edhe nga vetë viktimat e mbjetuara. Dhe do të tani për momentin kemi material në institut nga mbi 650 burime, ndoshta 600 gati 700 burime të ndryshme, të mbledhura dhe të grumbulluara prej 14 vendeve të ndryshme të botës. Ky fakt, ky fenomen e ka shndërru të thoja institutin në një pikë grumbullimi, ku gjithë ata që posedojnë materiale i dorëzojnë në institut në njërën anë, edhe në një pikë referencimi, sepse edhe tani arkivat e tona vinë për t'i hulumtuar profesor të vendeve të ndryshme, gazetar, producent, artist e kështu me radhë.